Kapitulli 2. Të dallosh Perëndin. Lexo Eksodi kapitulli 3 vargjet 1 deri në 12. Mojsiu e nisi herët ditën teksa e drejtoi kopën e deleve për nga mali Horeb. Mori me vete vetëm gjërat e domosdoshme: një çalik me ujë, mantelin e tij, disa copa bukë të thatë dhe bastunin e tij. Këto ishin gjithçka që ai kishte nevojë, sepse pas gjithë atyre viteve kishte mësuar se si të mbijetonte me prodhimet e natyrës. Ndërsa ecte dhe e drejtonte kopën, e përdorte vazhdimisht bastunin e tij të bariut. Ai ishte thesari i tij më i çmuar. Bastuni i tij ishte shoku i tij i pandar. Mëtej, mbështetej kur ecte në përshtigje të thepisura dhe shkëmbore. Me atë bastun, mbrohej nga kafshët e egra që i afroheshin shumë. Mbi bastunin e tij mbështetej. Ai bastun i siguronte qëndrueshmëri. Mojsiu e kishte gjithnjë me vete bastunin e tij. Ndërsa ecte përmes këtij terreni të ashpër, delet e tij e ndiqnin. Ato kullosnin në disa prej kaçubeve të barit që gjenin përgjatë shtegut, ndërkohë që shkonin për në malin e Horebit. Dielli diqte fort dhe temperaturat nisën të ngriheshin. Mojsiu fshiu djersën e ballit të tij, e ndërsa ecte mendohej. Të njëjtin mendim e bluante çdo ditë. Si arrita të bëja një rëmuj të tillë? Tani nuk jam më i dobishëm për askënd. Perëndi, mendova se po bëja vullnetin tënd. Kur po i afrohej Horebit, Mojsiu vuri re diçka. Ka diçka që po vezullon, mendoja i me vete. Jo, pas ka marrë zjarr. Është e çuditshme se nuk dallova asnjë vetëtim. Nuk ka pasur fare as bubullima. Mojsiu afrohet dhe syt i zgurdullohen. Çfarë? Kjo shkurre po digjet, por është ende e gjelbër? Ajo nuk po konsumohet. Gjithë ajo flak dhe nxehtësi, por nuk duket se lëshon as pak hi. Ai mbështetet mbi bastunin e tij krejtësisht i mahnitur. Delet e tij nuk e vrasin mendjen për asgjë. Ato janë tepër të fokusuara, duke shijuar filizat dhe tufat e njoma të barit. Mojsiu i shtafruar aq sa guxon kësaj pamje të çuditshme dhe përshpërit në zë fjalën e mahnitshme. Krejt papritur, ëngjëlli i Zotit i shfaqet në flakën e zjarrit. Kureshtja e shtyn Mojsiun që të afrohet edhe më tepër. Në atë çast Perëndia i foli: Mojsi, Mojsi. Në atë çast Mojsiu u përgjigj: Ja ku jam. Teksa përpiqej fort të shihte se kush e kishte thirrur me emër. Mos u afro këtu. Hiqi sandalet nga këmbët, sepse vendi në të cilin ndodhesh është një vend i shenjtë. Me të shpejt Mojsiu i hoqi sandalet, ra në gjunjë, e megjithatë bastunin nuk e lëshoi nga dora. Unë jam Perëndia i atit tënd, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit. Mojsiu fsheu fytyrën e tij në mantel, sepse kishte frikë. Ai kishte frikë ta shihte Perëndin. Perëndia nisi t'i thoshte Mojsiut se si e kishte parë shtypjen e izraelitëve në Egjipt. E kishte parë mizorinë e shtypësve. E njihte vuajtjen e tyre pasi e kishte dëgjuar klithmën e tyre. Kështu zbrita për ta çliruar nga dora e egjiptasve dhe për ta çuar nga ky vend në një vend të mirë dhe të gjerë, në një vend ku rrjedh qumësh dhe mjalt. Mirëpo Mojsiu ishte krejt i papërgatitur për atë që ai i tha më pas: Mojsi, do të të dërgoj ty, që të jesh ai që do t'i nxjerrë ata nga Egjipti. Ti do të shkosh te faraoni dhe do t'ia shpjegosh të gjitha. Mojsiu ende kishte fshehur fytyrën mes gjunjëve dhe shtrëngonte fort bastunin e tij. A thua se ai do ta mbronte? O Perëndi, kush jam unë? Nuk mund të bëj dot këtë gjë. Mos harrove?
E provova një herë dhe shiko se çfarë rrëmuje që shkaktova. Perëndia i tha: "Unë do të jem me ty." Gërmim në thellësi. Vizita e Perëndisë. Si janë gjërat me ty? A e di si të dallosh Perëndin? Si ta dallosh kur ai po punon? Si ta dallosh kur ai po flet? Kur ai lëviz? I dëgjoj njerëzit të thonë: "Ne duhet të jemi duart dhe këmbët e Jezusit." Kjo më bën pothuajse të më merren mend. Për mua, kjo është një deklaratë tepër mendje madhe. Kur e thon këtë gjë, ideja që më përcjellin është që në veprat e mia të mira, unë po i ngjaj Jezusit. Në fund të fundit, çështja është se çfarë do të bënte Jezusi. Jezusi nuk do ta tërhiqte vëmendjen te veprat e tij të mira. Shpesh ai i shëroi njerëzit dhe u tha: "Mos i tregoni askujt." E pse e thot vallë këtë? Ai nuk donte që njerëzit ta njihnin si një shërues, ose thjesht si dikush që bënte vepra të mira. Ai ishte dhe vazhdon të jetë shumë më tepër se sa kaq. Ai është Mesia, shpëtimtari, mbreti i lartësuar. Ai është Perëndia. Ju nuk i bëni gjërat për ta tërhequr vëmendjen te vetja juaj. Ju veproni sepse Krishti vepron natyrshëm përmes jetës suaj. Ndërkohë që ju qëndroni në të, theksi nuk është kur tek të bërët, por tek të qenët. Të jesh në Krishtin, të qëndrosh në Krishtin dhe ai të qëndrojë në ju. Psalmi 91 fillon me këtë varg: "Kush banon në strehen e shumë të lartit, pushon në hijen e të plot fuqishmit." Vendi i fshehtë nuk është një vend në të cilin ju hyni gjatë një shërbese adhurimi. Ky është një vend në të cilin banoni. A e dini se si të dalloni Perëndin kur ai shfaqet? Më huton vërtet fakti kur jam në një takim adhurimi dhe Perëndia po lëviz, po derdh praninë e tij. Edhe dikush çohet dhe tregon një barsalet. A e dallon vallë lëvizjen e Perëndisë ose praninë e tij? Bëhet një lajmërim që nuk ka të bëjë fare me punën e Perëndisë dhe sa hapen mbyll syt, prania e shenjtë largohet. Perëndia nuk do të lejoj asnjë rival. Prandaj, ai e tërheq praninë e tij. A nuk e kuptojmë vallë nxitjen "Adhuroni Zotin në shkëlqimin e shenjtërisë së tij"? Psalmi kapitulli 29 vargu 2. I vërej njerëzit në përtakimet e kishës. Mund të kesh ata dy njerëz që janë ulur në të njëjtin rresht dhe që dëgjojnë të njëjtin mesazh. Njëri po e përjeton praninë e Perëndisë dhe tjetri jo. Njëri po lavdëron dhe po këndon për lavdinë e Perëndisë dhe tjetri nuk po i kushton vëmendje. Njerëzit përshpërisin, flasin, shkruajnë mesazhe, japin pusulla njëri tjetrit dhe qeshin. A e dallojnë ata praninë e Perëndisë? Jo. Ata janë tepër të mbushur me veten e tyre. Janë tepër të preokupuar me botën. Njerëzit dëgjojnë të njëjtin mesazh dhe njëri tregon se si i foli Perëndia, si u ballafaqua me të, ndërkohë që tjetri është shpërfillës. Edhe njerëzit fetar, njerëz të mirë, njerëz që shkojnë në kish, mund të mos e dallojnë praninë e Perëndisë. Ata mund të vazhdojnë pa pushuar dhe të mos e dallojnë që Perëndia e ka tërhequr praninë e tij. Kjo gjë i thuhet kishës në Efes tek Zbulesa kapitulli 2. Ata ishin shumë punëtor, të saktë nga ana doktrinore, aktiv dhe tepër të zënë. Nuk i toleronin as pak mësuesit e rrem. Mirë po Jezusi u tha: "Por kam diçka kundra teje, se dashurinë tënde të parë e le." Ata nuk e humbën dashurinë e tyre të parë, ata e lanë. Jezusi i paralajmëroi që nëse nuk do të ktheheshin tek ai do ta lëvizte shandanin e tyre nga vendi. Ata do të takoheshin pa pasur dritë. Sa shumë kisha përreth vendit ton takohen javë pas jave pa e pasur dritën e vërtetë të Perëndisë. Ato nuk kanë ndriçim dhe si rjedhim nuk kanë as drejtim. Megjithatë,
Ato takohen dhe bëjnë të njëjtat gjëra javë pas jave. Ato këndojnë, ato bëjnë lutje, ato kanë predikime, mirë po nuk e përjetojnë Perëndin. Ato nuk e dinë se si të dallojnë kur ai shfaqet mes tyre. Jezusi u tha judejve: nuk e njohët kohën kur u vizituat. Shikoni Luka kapitulli 19 vargjet 41 deri në 44. Këta njerëz mendonin se ishin besimtar të vërtet, ndjekës të vërtet të Perëndis. Megjithatë, ata nuk e dalluan vizitën hynore. Ata nuk dinin se si të dallonin pranin ose veprimtarinë e Perëndis. Si mund të ndodhte kjo kur këta janë judenj, populli i Perëndis? Shpjegimin mund ta gjurmoni pas që nga çasti kur udhëheqësit fetar ju zbuluan Herodit vendin se ku do të lindte foshnja Krisht. Motivi i Herodit nuk ishte që ta përqafonte, por që ta shkatërronte atë. Por tani ato janë të fshehura për sytë e tyre, thuhet tek Luka kapitulli 19 vargu 42. E pse do ta fshihte vallë Perëndia vizitën e tij hynore ndaj teje? Mos vallë për shkak se ke sy për të parë, por nuk sheh, vesh për të dëgjuar, por nuk dëgjon? Shumë njerëz nuk e dallojnë Perëndin thjesht sepse nuk kanë asnjë nevojë, asnjë dëshirë për të. Çdo qenie apo entitet mbi tokë i lejohet një masë e caktuar mëkati. Kur ai person ose komb arrin masën e plot të mëkatit, derdhet gjithë zemërimi i Perëndis. Për ta mbushur gjithnjë masën e mëkateve të tyre, thuhet tek 1 Thesalonikasve kapitulli 2 vargu 16. Nëse ajo masë mbushet në jetën e një personi, ai do të jetë në zemërimin e plot të Perëndis. Lavdi Perëndis për Kalvarin dhe për gjakun që u derdh për mëkatin tim. Lavdi Perëndis për mëshirën, hirin dhe faljen e tij. Mos vallë je aq i prekupuar me jetën saqë nuk e dallon dot praninë e Perëndis. Mos je aq shumë i prekupuar me gjërat e kësaj bote saqë po të humbet prej vëmendjes veprimtaria e Perëndis. Apo e vendos veten tënde qëllimisht në një pozitë ku Perëndia të kaloj pranë? A e shfrytëzon çdo mundësi për të qenë në kishë me popullin e Perëndis? Apo e lexon Biblën tënde çdo ditë? Apo e zbaton në jetën tënde atë që lexon dhe mëson? A ke caktuar një kohë dhe një vend për të lutur? Miku im, kujdes që mos të shpëtoj vizita e Perëndis. Evan Robertsit i dhan një këshill kur ishte djalosh i ri që të mos humbiste asnjë takim kishe. Po sikur Perëndia të shfaqet dhe ti të mos jesh atje? Gërmim në thellësi. Takimi me Perëndin. Si ndodhi që Mojsiu e dalloi dhe e përjetoi Perëndin? Në jetën e Mojsiut kishin ndodhur disa gjëra të cilat e përgatitën për të dalluar Perëndin dhe për ta dëgjuar atë që t'i fliste. Së pari, Mojsiu mori udhëzime nga nëna e tij në lidhje me faktin se kush ishte me të vërtetë ai dhe kush ishte populli i Perëndis. Kjo nuk thuhet në tekst, por është e dukshme në veprimet e tij. Sipas Hebrejve kapitulli 11 vargu 23, prindrit e Mojsiut ishin njerëz me besim të madh. Ata e kuptuan që Perëndia u dha këtë fëmijë, dhe ky kuptim i nxiti që të merrnin një vendim me besim. Ata vendosën që të mos i bindeshin urdhrit të faraonit. Së dyti, Bibla na thot: me anë të besimit, Mojsiu, si u bë i madh, nuk pranoi të quhet biri i së bijës së faraonit, duke zgjedhur më mirë të keq trajtohet bashkë me popullin e Perëndis, sesa të gëzonte për një farë kohe dëfrimet e mëkatit. Hebrejve kapitulli 11 vargjet 24 dhe 25. Mojsiu zgjodhi popullin e Perëndis në vend të popullit të botës. Mojsiu kaloi në anën e popullit të Perëndis. Sot edhe ne kemi të njëjtën zgjedhje para nesh.
A do të kalojmë në anën e popullit Perëndis, Kishës, apo do të ndjekim udhën e botës? Çdo ditë përballemi me tundimin që të ndjekim udhën e botës, të ndjekim udhën e popularitetit, udhën e kënaqësisë, udhën e grumbullimit të gjërave dhe udhën e pushtetit. Tundimi dhe sfida e vazhdueshme është që ta kemi mendjen në gjërat e botës. Mojsiu zgjodhi vuajtjen dhe përçmimin për të shkuar me Perëndin. Nuk mund të ndiqte njëkohësisht udhën e botës dhe udhën e Atit. Kur zgjidhni Krishtin, vuajtja do të pasojë. Kur jetoni për Krishtin dhe për lavdinë e Perëndis, do të jetoni në kundërshtim me botën dhe me sistemin e saj. Dhe kështu që vuajtja do t'ju gjejë. Megjithatë, atëherë jeni në një pozitë për të dalluar veprimtarinë e Perëndis dhe për ta dëgjuar atë t'ju flasë. Së treti, Mojsiu e dinte se kush ishte. Ai e mësoi këtë gjë në prehrin e nënës së tij. Ai zgjodhi popullin e Perëndis përmbi botën. Mojsiu e dinte se kush ishte. Ai kaloi 40 vjet në shkretë të tir, duke shqyrtuar jetën e tij, dështimet e tij dhe gabimet e tij. Ai e dinte se kush ishte. Pa pasur një zbulim të vetes, nuk do të kemi ndonjë zbulesë hyjnore. Shumë njerëz në kohën e sotme përballen me krizat e identitetit. Ata nuk e dinë se kush janë në të vërtetë. Ata jetojnë duke bërë zgjedhje të motivuara nga vullneti i tyre egoist. Ata jetojnë jetën e tyre duke u përpjekur që të pëlqejnë të tjerëve. Atyre ju shpëton fakti që Perëndia i krijoi për një qëllim, madje për një qëllim të përjetshëm. Ata nuk arrin të dallojnë Perëndin kur ai u shfaq veten e tij. Së fundmi, Mojsiu mbahej fort e i padukshmi sikur ta shihte. Hebrejve kapitulli 11 vargu 27. Mojsiu nuk e largoi kurrë vështrimin nga Perëndia. Ai duroi 40 vjet në Egjipt. Ai duroi 40 vjet në shkretë të tir dhe 40 vjet duke udhëhequr popullin e Perëndis. Mojsiu këmbgulim në besimin e tij. Ai lindi sklav dhe u rit si princ, mirë po ai zbuloi se kush ishte. Ai ishte një fëmijë i Perëndis. Ai e mbajti fokusin e jetës së tij te Perëndia edhe kur ishte në shkretë të tir. Si ndodhi që Mojsiu mundi të dallonte Perëndin pas vitesh të tëra vetmie, pyetjesh dhe zhgënjimesh? Ai kishte marrë udhëzimin e perëndishëm. Ai zgjodhi Perëndin me popullin e Perëndis përmbi botën. Mojsiu e dinte se kush ishte Perëndia dhe nuk e largoi kurrë vështrimin prej tij. A keni marrë edhe ju një udhëzim të perëndishëm? Çfarë zgjidhni ju në jetë? A zgjidhni ju kënaqësitë e botës përmbi takimet e kishës dhe kohën e lutjes? A e shqyrtoni rregullisht jetën tuaj për të parë nëse jeni në besim? A i mbani sytë tuaj të përqendruar te Krishti? A vazhdoni të shihni drejt Zotit edhe gjatë kohëve të thatësirës frymore? Apo udhtoni në shtegun e lutjes? Më afër shtëpisë. Në një çast të caktuar isha në një takim rizgjimi. Shërbesa e parë ishte një takim rutinë. Nuk pati ndonjë derdhje të pushtetshme të frymës së shenjtë. Nuk pati asnjë shfaqje të pazakontë zemërthyerje ose pendimi. Thjesht kishte këngë, lutje dhe predikim. Megjithatë, kur u kthyem sërish atë natë, Perëndia na vizitoi. Fryma e qiellit fryu mbi ne. Tani kishte një atmosferë tjetër. Që nga momenti që filluam, diçka filloi të lëvizte. Pa u kërkuar, njerëzit filluan të dilnin përpara. Kishte të qara dhe vajtime që u shkaktuan nga bindja për mëkat. Njerëzit po i klithnin Perëndis për falje, mëshirë dhe shpëtim. E Perëndia erdhi. Perëndia ishte i pranishëm dhe ne e dalluam praninë e tij. Ne reaguam ndaj tij dhe jo ndaj një thirrjeje të lëshuar nga njeriu. Si e dalluam ne praninë e Perëndis? Atmosfera ndryshoi. Nuk kishte më biseda të shkujdesura.
Nuk po tregoni më fotot e nipërve dhe mbesave. Nuk po tregoni më histori nga sportet. Një drojë e shenjtë rambi atë vend dhe njerëzit e dinin që ishin në praninë e të gjithë pushtetshmit. Prandaj dhe reaguan. Perëndia nuk shfaqet duke mos pritur që njerëzit të reagojnë ndaj tij. Kur Perëndia shfaqet dhe e manifeston veten e tij në një vend, ju pritet që të reagoni. Nëse nuk reagoni, Perëndia nuk do të qëndrojë. Për shkak të krenarisë sonë, ne duam që të reagojmë nga vendi ku jemi ulur. Perëndia dëshiron që ne të reagojmë në altar, edhe publikisht me pendim dhe për ulësi. Kur Mojsiu zgjodhi perëndim përmbi Egjiptin, kjo u bë e qartë për njerëzit e tjerë. Ky ishte një vendim publik. Babai im lindi në vitin 1930 në një zonë rurale dhe malore në juglindje të shtetit të Kentuckit. Ai më tha se kur ai ishte adoleshent në fund të viteve 1940, një takim rizgjimi po ndodhte në një kishë lokale në komunitetin e tij. Pastori dhe predikuesi i ftuar i rizgjimit nuk ishte se po korrnin shumë sukses. Ata u kërkuan 2 predikuesve të rinj që të vinin dhe të bashkoheshin me ta, dhe ata pranuan. Këta 2 predikues të rinj filluan të dëshmonin dhe të tregonin se çfarë kishte qenë duke bërë Perëndia në jetën e tyre, dhe njerëzit nisën të tregonin vëmendje dhe të dëgjonin. Perëndia nisi të punonte në mesin e bashkësisë. Ai i vizitoi natë pas nate. Njerëzit dilnin përpara pa u kërkuar ndokush, predikimi madje nuk kishte ndodhur dhe njerëzit po reagonin ndaj Perëndisë. Ndërtesa nisi të mbushej në gjithë kapacitetin e saj. Çdo natë, jetët po ndryshonin dhe po hynin në mbretërinë e Perëndisë. Perëndia nisi të derdhte frymën e tij në këtë vend dhe mbi këta njerëz. Një natë, ndërsa babai im po kthehej nga kisha, nisi të binte shi dhe pastaj shpërtheu një stuhi. Ai u streua në një hangar ndërkohë që priste që stuhia të fashitej. Ndërsa priste, atje më tha që pastori, gruaja e tij dhe predikuesi i ftuar ndaluan gjithashtu për të pritur që shiu të pushonte. Predikuesi i ftuar shprehu një farë pakënaqësie të tij për mënyrën se si po shkonin takimet, dhe gruaja e pastorit u përgjigji duke thënë: "Nëse nuk të pëlqen, ndryshoje." Dhe ai ashtu bëri. Atë natë, ai mori gjërat në kontroll dhe rizgjimi ndaloi. Perëndia utëroi dhe rizgjimi pushoi. Më në fund kisha u mbyll dhe nuk u hap më. Kishin kaluar më shumë se 60 vjet dhe babai im ende e mban mend atë natë poshtë hangarit. Është një gjë ta presësh praninë e Perëndisë dhe është kret tjetër që të mos e dallosh atë. Ktu, kjo kishë ishte në mes të pranisë së Perëndisë dhe njerëzit e ndaluan atë. Përse e bën vallë këtë gjë? Nuk e di me siguri, por duket se kishte të bënte me xhelozin. Ju dalloni një mungesë droje ndaj Perëndisë, mos interesim për trupin e Krishtit dhe mungesë ndjeshmërie frymërore. Secila prej këtyre, ose të gjitha së bashku, mund të jenë shkaku që Perëndia ta tërheqë praninë e tij. Kur Perëndia lëviz në një kishë ose në një takim, ne duhet të ngazëllojmë dhe të jemi mirënjohës për stinën e freskisë, dhe të mos e vrasim mendjen se kush do t'i marrë lëvdatat apo kush do të nderohet. Ju nuk mund ta bëni të ndodhë rizgjimi. Ju nuk mund ta vini atë në lëvizje vetë, dhe as të zbrisni prej qiellit me këngët tuaja. Ju vetëm mund të dorëzoheni, ashtu siç bëri Mojsiu përpara pranisë së Perëndisë. Parim lutjeje. Perëndia gjithmonë e merr iniciativën, madje edhe në lutje, dhe ne duhet ta ndjekim me bindje. Të luturit me besim bazohet mbi zgjedhjet biblike me të cilat ju e përshtasni jetën tuaj. Ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi. Psalmi 46, vargu 10. Çfarë mendoni? Si e dalloni ju kur Perëndia e manifeston veten e tij në kishën tuaj? Çfarë bëni ju kur ballafaqoheni me Perëndin? A ju ndryshon kjo gjë?
edhe për sa kohë? A ndryshon atmosfera kur jeni në praninë e Perëndisë? Si e kuptoni ju faktin që Perëndia e tërheq praninë e tij?